Një gjueti e vërtet nga i gjithë policia e shtetit ka nisur për kapjen e 7 të aratisurve nga burgu i Drenovës në qytetin e Korçës. Deri tani janë arrestuar 4 prej tyre. I pari Agim Goro u kap menjëherë 4 orë pas aratisjes gjatë mbrëmjes së dieshme teksa udhëtonte me një automjet tip Ford të shërbimit taksi në aksin Korçë-Kapshtic. Ky i fundit i pyetur nga policia deklaroi se nuk ishte pjesë e grupit të aratisur, por vetëm kishte përfituar nga kjo situatë për të shkuar në shtëpinë e tij në Pojan. Ndërkohë, para ditën e sotme u kapën edhe 3 prej të aratisurve nga burgu i sigurisë së lartë, Admir Tafili, Fran Marashi, Gëzim Toro. Ata u ndaluan në një magazin ku ishin të fshehur e që u rrethua nga forcat e ndërhyrjes së Shpejt dhe Renea. Ndërkohë, mëngjesin e sotëm janë gjetur edhe 2 makina të braktisura me të cilat kanë lëvizur të dënuarit gjatë natës. Por kush janë 7 aratisurit të dënuar kryesisht me burgime të përjetshme dhe që tronditën gjithë opinionin publik? Admir Bahri Tafili, i datëlindjes 1975, lindur dhe e banues në Shkodër, i njohur më herët për aratisjen e tij në vitin 2010, pas një lejeje speciale nga burgu i Shënkollit, Tafili akuzohet për vrasjen e 2 fisht, të Nik dhe Gjovalin Pietrushi, 31 dhe 25 vjeç, që ndodhi më 18 mars rreth orës 8 në fshatin Grude e Re të komunës Rethina. Admir Tafili u arrestua 6 muaj pas vrasjes së 2 vëllezërve Pietrushi, për të cilët kur u prangos tha se i kishte vrarë për të marrë hakun e babait. Fran Pal Marashi, i datëlindjes 1978, lindur dhe banues në Shkodër, ai është akuzuar dhe dënuar me burgim të përjetshëm si antar i bandës që shkaktoi masakrën e urës vajgurore në vitin 1996. Marashi është ekstraduar nga Italia në vitin 2007, ndërsa 2 vite më vonë ai tentoi të aratisej nga burgu i Burrelit bashkë me Prengleshin, antar tjetër i bandës së urës vajgurore. Të dy ata u kapën nga policia pak orë pas aratisjes, duke shijuar vetëm pak orë nga liria e tyre. Eduard Kujtim Lula, i datëlindjes 1982, lindur dhe banues në Përmet. Gëzim Gjergj Guri, i datëlindjes 1977, lindur dhe e banues në Vaun e Dejes, Shkodër, i dënuar me burgim të përjetshëm për veprat penale të parashikuara nga nenet 79, 140 të kodit penal për të vuajtur dënimin në një burg të sigurisë së lartë. Guri është akuzuar për vjedhje me armë dhe vrasje të kryer në qytetin e Shkodrës. Reiz Namik Haxhiraj, i datëlindjes 1971, lindur dhe banues në Selenic të Vlorës, ishte dënuar nga gjykata e apelit të Vlorës në 29/5/2001 me 13 vite burg për rrëmbim personi, e kryer në bashkëpunim edhe me shtetasit Artur Rapaj dhe Zini Hoxha. Artur Demir Gora, i datëlindjes 1969, lindur dhe banues në Pojan të Korçës, i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e një oficeri policie në Pojan të Korçës. Gëzim Ndue Toma, datëlindja 1982, lindur dhe banues në Dibër, ende nuk janë bërë të ditur të dhënat se për çfarë është dënuar. Aratisja në burgun e Drenovës tashmë është pasqyruar edhe nga mediat ndërkombëtare. Një kërkim masiv ka nisur në Shqipëri pasi 7 të burgosur u aratisën nga një burg i sigurisë së lartë, shkruan BBC në faqen kryesore të saj.